Valizje! E pat shumë bukur dhe shumë mirë. Valizje, sepse në këtë vlogmas numër 7 do shkojmë do udhëtojmë se ku do të ndiqni që gjithë kohës që do bëjmë vlogmas. Nuk e di nëse do e bëjmë vetëm në një vlogmas ose do të ndajmë në 2. Në vlogmas numër 7 edhe 8. Na ndiqni dhe mos harroni të shkelni subscribe, like edhe një koment. Na ndiqni në vazhdim. Gjendja është kjo. Kemi bërë aty valizhen, një çantë për Arlin dhe aty disa dhurata. Dhe unë ndërkohë kam dëshirë të bëj një dush. Kam bërë nder disa rrobe. Nëse kam për të bërë një 2 xhiro para se të nisemi. Dhe diku këtu e themi natën e mirë dhe shihemi nesër. Mirë mëngjes. Nga Djela. Dhe vlogmas numër 7. Dhe sot do udhëtojmë diku. Të marrim me vete. Siç e patën unë ngrita në xhumi dhe i kam me vrap tek Ajoja, se kisha për të marrë 2 gjërat e fundit. Për Mikjen dhe Edën, edhe tani që ki shpi të pi kafe se as kafe s'kam pirë, sistemoni, të vishem edhe të nisemi koha që nga perfekt. Normalisht që është ftohtë, themi ndimër, por qielli është i hapur, ka diell, t'ju tregoj pak. Shikojeni pak kohën, sa perfekt, super. Good morning! Sa kam bërë skincare-in e mëngjesit. Amarita do që të dalim nga toaleti se do bëjnë mjekrën. Po bëjmë i gati. Edhe do ikim të një vend shumë. Edhe unë thash bëj pak make-up minimalist. Sepse foto, video, e dini ju, kur të marrojmë do ju tregojmë. Këtë të gusto si parte. Nisemi. Jemi unë dhe Arlit, nuk ishim edhe, jemi shumë emocionuar. Ciao babbo, buongiorno. Mamma mia, vecchia casa mi mancherà. Po nisemi. Proprio un giorno. Ma të bënti. Dhe ato tjera të bërja t'jolla. Përveç asaj që ke çantën e Amit, që ta mbajun për para, se më duhet në një gjë për Arli. Si. Kemi ndaluar, kemi bërë ndalesën e parë, ndrovëm çik panolinin e Arlit. Tani do shkojmë të udhim tek ushqeti më tanë. Thënë njerëz që koha është fantastike, është shumë ngrohtë. Ja u tregojmë çik qiellin, shikoni sa e pastër, bukur që është. Ne kemi ndaluar këtu. Dhe Arli që po los, po argëtot, marrim dhe pak ajër. Ku ja Ranici? Këtu, Amarili si nuk del, Amarili si ka frikë. Ha? Ua, mi dile bab. Ndalesa e parë. Vjeni. O jeta. Ndalesa e O parë. guys. Okay. Këtu duhet të rrim neve jeta që të dukemi mirë. Kështu. Më thënë, unë do të rri këtu. Që të dukemi. Dhe kemi ndaluar që të hajmë diçka, nëse do gjejmë një restorant këtu afër. Por nëse do më thoni se ku do shkojmë, ma lini poshtë në koment në këtë pikë të videos, të vlogut. E gjetëm vendin, jemi ullur restorant. Edhe na këshilluan që t'ulemi këtu dhe t'ham, është ora diku tek 12, fiks orari për të ngrënë diçka. Edhe babo Marildo sot ka dashur që të bëhet gentleman. Si thoni, do hajmë njerëz, do hajmë këtu. Ka shumë ditë keqe. Tani do lexojmë menu edhe do t'i marrë me vetë. Arli mori tagliatelle, Amarilis mori i ravioli ripieni con spinaci, Amarilis mori, që mori të la tagliatelle arrogu? Unë jap një 11 mijë.
edhe unë njoki, por ushqimi është fantastik. S'kemi ngrënë ndonjëherë pasta così buona. Guys, restoranti ishte fantastik, po e ngrëna Maritos mua sot më ka trembur. Voi domani siete aperti? No. Volevo tornare. Edhe kamerierja shumë Arlie. Restoranti nice, na pëlqevi shumë ushqimi, sidomos Amaritos, po nuk është se jam shumë ngrënëse. Ne jeni duke ardhur nga rruga nga Samauro për tikun Firenze, që ku është këtu? E45. Ju sugjeroj këtë restorantin këtu, njerëz, është fantastik, numri është ky. Çmimet nuk e di akoma, kur të dalim do ju them, por ju sugjeroj nëse do të hani vërtet shumë mirë. Pasi të dalim që të paguaj, do ju them dhe çmime dhe se çfarë morëm, por numri është ky. Tani do paguajmë edhe do nisemi, na mungon dhe 1 orë gjysmë rrugë për tek destinacioni. Edhe dolëm nga restoranti, njerëz, pamja është këtu, kështu, dhe restoranti është ky këtu, te kjo tenda, kështu duket, dhe ja, tani do ikim te makina dhe do ikim, do vazhdojmë. Qa ndodhet, qa vendi jemi këtu, Amarito? San Piero jemi këtu. Ja, ku është dhe Mamacita me gjithë ndriçimin e vet, la splendorita. Piano Arli. Grazie burri për këtë drekën jashtë. Grazie mille. Pse që? Grazie që erdhe mbushe barkun tënd. Non c'è una striscia, tu puoi superare. Quando non c'è proprio una striscia, non c'è neanche una linea. Dal tipo possono arrivare in Ciao guys. Jemi rrugës, po ecim, Arlin e ka zënë xhumi. Neve po ecim, po bëjmë muhabet, mungojnë dhe diku tek 40 minuta dhe jemi në destinacione. 38 mancano. Sa të bukur që janë pamjet pemët këtu. Po vajte të pincila. Guys. C'era per fare. Però la cosa che mi piace di più è che poi basta solo guidare. Hi guys! Kemi ardhur në hotel edhe ndodhemi në ku ndodhemi? Në Në Firenze. Firenze! Kemi ardhur në Firenze dhe kemi ulur pashan në koltukun e tij. Dhe do t'ju tregoj pak hotelin që kemi rezervuar. Dhe këtë është Arlushi. Ali, të pëlqen? Sì. Do t'ju tregoj çik hotelin që kemi marrë dhe më pëlqen shumë sepse është shumë antik vintage. Ty është hyrja, do më thënë gjitëm shkallët dhe unë gjitëm lartë dhe ndirekt pasi bër shkallët, këtu është tualeti që tani do gjej që ku janë dritat. Këtu, kjo është tualeti, shumë pastër dhe çdo gjë, wow, më pëlqen shumë. Edhe këtu, pasqyra asgjë nga që pastër, po. Pra, okej, thjesht ajo ideja e vjetërsisë, vintage, vjetër. Kemi një tharse flokësh, këtu kemi shampo për duart, letra. Edhe, këtu kemi box doça. Këtu u lahesh. Edhe më pëlqej shumë, nuk e di se si do duket, po më pëlqen shumë. Këtu varen përfshirat, këtu jam unë, tarara. Edhe, okej, tualeti është kjo dhe dyert, ju lutem shikoni çik dyert, antike, normal duhet edhe çik vaj, se që kanë çdo gjë, siç e shikoni, dritat janë minimaliste.
Edhe është kështu. Mama, Dhe vetë krevati. Këtu është dhoma, një ndër dhomat që ne kemi afituar. Është kjo këtu, sa gjërat bukura, struktura. Këtu është një pasqyrë. Dhe kjo këtu është krevati. Më pëlqejnë shumë se si duken. Shikoni, është çdo gjë kaq bukur. Hajde këtu Arli, se rrezosh në shkallën. Shikoni, super e bukur. Super e bukur, super. Më pëlqejnë shumë. Dhe këto. Nuk e di domethënë. Çdo gjë është fantastike. Të pëlqen ti Oniç? Shikojmë një çfarë ka këtu te dollapi. Asnjë gjë. Bosh. Hajde, ne më dorë mamit. Shikojmë. Këtu janë peshira. Dy jastikët atje, komodinat. Sa bukur. Dhe tani do t'i tregojmë, ky është korridori. Po. Dhe këtu është saloto. Saloto është, Amari do ulet çik zërin asaj. Këtu është saloto dhe është e kompozuar në këtë mënyrë. Është shumë e bukur, çdo gjë është antike, vjetër, me skulptura, me pishuri, me çdo dekor është antik, dru lart. Më pëlqen shumë, me thënë drejtën. Këtu është Amarildo, atje është që mund të bësh kafe, burr, mund ta bësh? Po do kafe? Po pra e ke aty ta bëj. E ke aty. Këtu ka shumë libra. Dhe kemi dhe gjakun. Por edhe këtu është pamja jonë që shikojmë. Nga këtu kemi ardhur, por hyrja është në mbrapa. Sa bukur që është, më pëlqen shumë. Se gjithandej shikojmë këto hotelet luksoze. Këtu është dhoma tjetër që do flejmë. Këtu është llamba. Një pasqyrë tjetër. Dhe më pëlqen shumë. O jeta. Ha. Kishin një valigje me lekë në valigje. Rënim të dikte. Fix. Filin telefonat. Shmo unë e merja telefonat time, unë e më në gjakt. O qyqa. Që ka? Jo. Kishin një valigje me lekë. Plot. Si shikoni. Amari sa. Atëherë se nuk ju thash për sa i përket çmimit të restorantit. Restoranti ishte fantastik në ushqim, në shije, çdo gjë ishte. Ne morëm 4 pjata i primi. Morëm 4 tipologji të ndryshme pasta. Morëm gnocchi, tagliatelle ragu, tagliatelle. Çfarë ishte ato të ndaj? Tagliatelle. A tagliatelle me kështu? Tagliatelle për Arli. Po. Ravioli për Amarilis, tënde çfarë ishin? Një tjetër tipologji po makarone, më pak fjalë 4 tipologji makaronesh dhe të 4-ta ishin fantastike. Amarilis i ka ngrënë 2 pjata, është bër. Kush? Ti. Dike këz. Ai ngrënë 2 pjata makarone. Nga dhe të lalit. Dhe pastaj Amarildo mori një porcione mish, morëm 2 Coca-Cola, një botilja me ujë dhe kaq. Dhe një kaliçe me ver bianco fermo. Dhe njerëz paguan vetëm 60 euro. Të sarebbe? Domethënë është shumë mirë për atë që të paktën për cilësinë që hëngrëm. Sasinë edhe cilësia mbi të gjitha. Se ishin vërtet shumë të shijshme, shumë. Pak ju kam lënë dhe video, keni parë që kështu si çmimet. Ja u super këshilloj dhe sugjeroj atë restorantin atje nëse jeni nga kjo rruga ande. Dhe është ai momenti i bukur kur je me pushime që ti mund të bësh rëmuj se s'ke për të rregulluar ti. Domethënë vjen si qer me kputz dhe oh, sa bukur, i duruar i fituarit. Se mami ka një pulutina. Se mami ka një pulutina. Prima non c'era. Qua ha appargono cose. Se mami ka një pulutina.
Mami, ma sjell çik mami telefonin. Ai këtu çfarë thjesht, ne? Comunque mi piace un botto che letto, che vai fuori. Qui. Lì. Oh, dobbiamo fare quello del video, ma... It's time! Capito, ma... Esatto. Dobbiamo fare quello del video. Quale video? Siamo arrivati. Unë dhe Arli jemi këtu. Amarilda dhe Amarili s'ka një ku të marrin valigje gjitha gjërat që kemi në makinë. Dhe Amarilda do shkojnë gjej një bar që të marrin kafe, se na ka mendja për kafe. Dhe në ora 5:30 do ikim tek pizzeria Edës. Dhe nesër mëngjes do takohemi me Migenën, që kështu nuk e di deri diku do ta çoj vlogmas numër 7 dhe më pas do vazhdojnë me vlogmas numër 8. Do t'i marrim me vete në të dyja, në gjithë këtë rrugëtim. Hey guys! Atëherë, gjendja është kështu, që jemi te kjo dhoma këtu që ka edhe salloto, edhe dhomën e xhumit. Këtu kemi një principesë Amarilis, që është dhoma e xhumit. Kurse këtu kemi nxjerrë gjitha gjërat që kemi marrë që të hanim rrugës, aty kemi zotin Amarildo dhe Arli ku jam më? Këtu është Arli. Dhe diku këtu dua që ta ndërpres vlogmas numër 7, sepse vlogmas numër 8 do jetë me takimet me Edën dhe Migenën. Dhe tani nuk e di nëse ta ndaj kur takoj Edën vlogmas numër 8 dhe kur takoj Migenën vlogmas numër 9. Do bëhem e keqe te këto vlogmas, ju lë të prisni. Dhe diku këtu ju themi që t'ju lëm dhe shifemi në vlogmasin e radhës.